Po I përmendemi disa ngjarje shkurtimisht. Një nat prej netëve, del Umeri radhiyallahu ta'ala anhu edhe sheh një dritë larg. Edhe me ish robin e tij që ka liru prej robrisë e Slemin, thot hec shkojmë të çaj dritë. Kur shkon atje, e sheh një gru e cila ka qenë tu përzihen në enën, nëse ka vezë në zjarr, edhe tu përzihen në diçka. Umeri radhiyallahu ta'ala anhu kur I sheh fëmijën e saj rreth zjarrit, po çajnë, po bërtasin, ajo grua po përzin në atë enën e madhe, thuse ka diçka që është të përgatit ushqim. Shkon e pyet, çka je të bë këtu? Thot që të kam qitë ujë, është nxe, nuk po kojmë ushqim, me çka me ushqy fëmin ton, edhe po mundohen a kështë po tregohem se më të përgatit ushqim vetëm le të rahatohen fëmijët derisa të flejnë, pastaj me fikë zjarrin. Umeri thot na kalon çet gjendje. Umeri thot na kalon çet gjendje. Allah I thot ja dhosht hakin Umerit. Po thot Umeri thot kështu, ajo s'është e ditë që është të fol me halifen. Thot po pse s'ke shku me lajmëru? Pse s'ke shku me lajmëru Umerin? Ku e dina I gjendjen e juve? Po thot pse me shku me lajmëru Umerin? Kur ai është përgjegjës për neve, ai do të marrë me pyet, më na pyet neve, jo na më shku edhe me ngomë atrokit nderën atij. Atëherë I thot shërptorit I Slemit, hec thot shkojmë te Beitul Mal, shme thonën te ajo depoja ku I kam pas ushqim. Ka marrë mirë. Slemi po don me bardh vet. Ka thonë çit më shpinë. Slemi thot ja Emir al-Mu'minin. Unë thot po baj për tyje. Thot o Slem, po të thom çit më në shpinë. Thot ja Emir al-Mu'minin, hawin ala nafsik. Merë shtrut këtë punë, unë po e baj për ty. Thot o Slem, a mi ban ti gjunohet e mia në ditën e Kiametit? Atëra janë nga kënë Omerin shpinë edhe shkën. I thot asaj gruaja largohu veç pak, e merë, e qetë milin zjarë, nuj, të e përzi, thot Slemi. U gërmus thot me dhezë dhe zjarën, thot I fryke zjarët sa që timi thot e kam pa të dalë prej mjekrës Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Ja u ka përgatit ushqimin, ka në hongër fëmija, pastaj thot jemi larguan, pak se jemi largu, thot ka është ullë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu edhe po pret. Thot hongërën fëmija, lojtën, sa lojtën, edhe pastaj kur u rahatun Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, mirë po para se me I përcjell fëmijën, I ka thonë asaj gruaje, sigur ta kishe lajmëru Omerin për këtë. Në më thonë për gjendjen tonë. Thot Omeri, ai thot, shme thonë shkon udhëhet si jonë edhe ai do të me pyet për neve. Mirë po I thot, ti ku këshe ma mirë se Omeri dhe ti ku këshe ma me merit për më konë khalife I muslimanëve se sa ai.